Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus. Jemi rikthyer në studio për rubrikën e të ftuarit të ditës dhe sot kam një të ftuar tepër special, i cili ka bërë një ekspozitë shumë të bukur me titull Forma që flasin. Është me mua këtë mëngjes Fation Balla. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Faleminderit që ke pranuar ftesën time dhe sot për këtë intervistë kaq të këndshme. Faleminderit dhe juve ekosisht. Doa të flasim pak si fillim se si lindi ideja jote për këtë ekspozitë. Ideja ime lindi thjesht krejt spontanisht, por doja të bazoja në fakt tek eksperiencat që kemi në një shoqëri. Doja të prekja tema që na përkasin shumë shoqërinë tonë, kam dashur prek temën e familjes, kam dashur prek temën e kulturës, traditave tona, po ashtu dhe luftrave që kanë bërë luftëtarët tanë gjatë viteve. Diçka shumë e bukur, pra një përfshirje dhe një pra temat më specifike, duke filluar nga familja. Mund të flasim pak për pjesën se si ke prekur pjesën e temës së familjes? Kam dashur prek temat si mund të jetë për shembull largimi i babait nga fëmia e tij, po ashtu dhe ndarjet më shumë. Ndërsa tek temat tjera kam dashur thjesht prek pak nga traditat, pak nga kulturat tona, po ashtu dhe pse mos të rikujtoj heroit ton çfarë kanë bërë në luftrat që kanë kaluar. Një brez i ri që kujton herojnë. Diçka shumë e bukur. Mund të përmendim pak specifikisht cilët heronj janë prekur? Kam prekur Gjergj Kastriot Skënderbeun, luftrat që ka bërë, siç i dimë gjithë për Shqipërinë që ne kemi sot, po ashtu dhe mund të themi heroinën tonë Nën Terezën, që ka animuar gjithë ato njerëz që kanë qenë në gradin, le të themi, në atë gradin më të ulët, dhe ajo ka qenë pranë tyre gjithmonë. Dhe kjo mbëhet shumë zemra mal kur mendoj që Nën Tereza doli që ishte shqiptare. Dy figura për kombin ton, heroj, njerëz që ne krenohemi gjithmonë sepse njihen në mbar botën. Si është për ty ky emocion? Nuk mund ta përshkruaj me thënë drejtën, është diçka shumë e bukur që të mendosh që ke heroj që i përkasin vendit tënd, është diçka shumë e lezetshme dhe e bukur njëkohësisht. Ekspozita u mbajt në shkollë si fillim, pra ekspozita është zhvilluar në ambientet e shkollës ku ti je, në shkollën Arben Broci. Si u prit nga mësuesit, nga nxënësit, atë përshëndetën, si ishin emocionet që të përcollën? Si nxënësit, ashtu dhe mësuesit ishin shumë bashkëpunues me mua dhe jam shumë falendërues njëkohësisht. Ekspozita shkoi shumë mirë, pat njerëz dhe gjithçka ishte e përkryer, le të themi, në çdo detaj. Ishte ekspozita jote e parë dhe ne urojmë që të kesh nisur mbar dhe të kesh plot ekspozita të tjera. Shumë faleminderit. Ishte pak emocion më vete se si do e presin, a do vinë njerëz, a do vinë televizionet, do japësh intervista, besoj që kjo është edhe pak... Ishte me shumë emocioni i kamerave, sepse është edhe hera parë që u ndalë një dalje publike. Ndërsa për gjëra tjera, ja. A ka ndonjë nga veprat e tua, sepse duhet i quaj veprat e tua, specifike që ti e veçon si më të bukurën, ose që ti e lidhur shpirtërisht më shumë atë? Për veprave që veçoj më të bukur, janë dy valltarët, cilët përkasin kulturën tonë. Më pëlqen shumë se të tregon, secila prej atyre pikturave tregon një harmoni mes tyre, nuk tregon thjesht një imazh, por ka një mesazh shumë sensibilizues brenda tyre. Kur ti ulesh të pikturosh, ku e merr Fationi frymëzimin? Fationi frymëzimin e merr thjesht, nuk ka se e marr prej dikun, po thjesht e bëj. E bëj atë gjë që duhet të bëj. Je i lidhur kaq shumë shpirtërisht në një moment që ti ndoshta edhe nuk ndihesh mirë, po edhe në një moment kur je shumë i lumtur, je gati të gjesh një fletore dhe të pikturosh? Në çdo moment me gjetë një fletore se do të marrë lapsin ose stre lapsin dhe do pikturoj, sepse nuk mund të rrip atë, e kam diçka shumë brenda vetes. Jam shumë kurioze të di titullin e ekspozitës, kush e ka vendosur? Titullin e ekspozitës kam vendosur unë, për arsye siç e thash pak më parë, ato piktura nuk tregojnë thjesht një imazh, por tregojnë dhe një mesazh brenda tyre, që të rit e shoh që janë duke harruar pak a shumë vit pas viti. Kam vendosur për arsye format që flasin, për të treguar që pikturat tregojnë atë mesazhin sensibilizues, po ashtu dhe tregojnë një mesazh shumë të fortë, secila prej atyre pikturave. Sa piktura ishin gjithsej? 10 piktura. 10 piktura. Mund të i përmendosh pak a shumë secilën? Atëherë ka qenë Gjergj Kastrioti mbi kal, ka qenë figura malësore gjatë viteve të hershme, veshja e tij, kanë qenë dy valltarët,
si që përmenda dhe pak më parë për kulturën, ka qenë Nën Tereza, ka qenë familja, ndarja babait kur shkon në luftë, ndarja babait nga gruaja e tij dhe fëmia e tij. Le përmendim dhe vajza e cila ka qenë me duvak, nuse, duke dalë nga shtëpia, po ashtu dhe vajza e cila ishte mërzitur për pjesës që ne mendojmë që në herët babai martote vajzat pa dëshirën e tyre dhe kam dashur të tregoj një si tip pengut i babait, ku vajza është duke qarë, duke i shërbyer kafen tek shtëpia e burrit të saj. Diçka shumë e bukur dhe një temë që fatkeqësisht është ende aktuale. Po, ato që erdhëm për të parë, cila ishte piktura e parë që u bëri përshtypje, që të thanë, Fation, kjo është më e bukura. Përveç asaj që ti mendon më të bukurën. Piktura e parë që i bëri përshtypje ishte piktura e Nën Terezës, bihet, po ashtu dhe Gjesh Kastriotit, pastaj vishin dy valltarët dhe tjerat me radhë, Malsori e këto tjerët. Ishin krenar shumë prindrit? Shumë krenar. A janë ato mbështetje të më madhe? Shumë mbështetje e madhe dhe i falenderoj për çdo hap që kam arritur gjatë kësaj jetës deri ku jam sot. Si të përgëzuan për pjesën, se besoj do të jetë një krenari shumë e madhe që djali i tyre të bëjë një ekspozit. U gëzuan te imaset shumë dhe sa mrita në shtëpi vetëm për qafime, puthje dhe nuk e di, jam ndjerë shumë mirë. I falenderoj shumë. Fation, dua nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që duan të ndjekin ëndrat e tyre. Unë mendoj që të ndjekin ëndrat e tyre, mos dorëzon për asgjë në botë dhe të ndihen vetvetja në çdo gjë që bëjnë, në çdo hap tyre. Fation, ti si një i ri, një djalë i ri që je edhe aktivist, je një njeri që i palodhur në çdo gjë që bën dhe e bën me përkushtim dhe e bën më së miri. A vëren tek rinia, tek shoqëria sotme që po i lënë gjërat pak pasdore, po bëhen më shumë neglizhent, po përqendrohen gjithnjë më shumë tek telefonat e tyre celular? Siç e thënë pak më parë ti, unë mendoj se vullnetarizmi është diçka shumë e bukur dhe mendoj që rinia dita ditës po e lën mbrapa këtë pjesë. Unë mendoj se vullnetarizmi është diçka e bukur për vetëm arsye që të lejon të njohësh rrallë parë njerëz të ri, dhe pse jo ndoshta ato njerëz që ti njeh gjatë gjithë viteve do të jenë krateje, po ashtu dhe të njeh me tema të reja, cilat nuk e njohur ndonjë më parë, po ashtu dhe kalon kohë shumë bukur me njerëz të ri, si thamë më parë. A mendon se të frymëzon në pjesën e pikturës, sepse duke bërë vullnetarizëm ti shikon ndoshta edhe ato që janë më në nevojë, janë një stres që ndoshta ti nuk i has në jetën e përditshme, por kur shkon për vullnetarizëm i shikon, a të frymëzon kjo gjë, Fation? Mendoj se po, është diçka shumë e bukur dhe frymëzojnë temaset. Mund përkasin dhe tema që mund më interesojnë mua shumë personalisht, dhe ashtu jam gjithmonë kreatyr, jam marr gjithmonë pjesë në çdo gjë që më intereson mua, po ashtu edhe po mbas jo interesimit unë marr pjesë sepse është diçka ime, më pëlqen shumë monetarizmi. A ke menduar ndonjëherë të bësh një pikturë për pjesën e që ta lidhësh ndoshta pak me vullnetarizmin ose me pjesën tjetër që ti bën dhe përkushtohesh? Për momentin akoma, por është një ide shumë e bukur, pse jo. Planet tua për të ardhmen, dua të di ku është i përqendruar Fationi? Planet e mia për të ardhmen, për momentin akoma, si çdo i ri që i merr ato mendimet në momentin e fundit, por nuk e di çfarë të them, jam tek pak nga secila. Ku pak a shumë mund t'i kemi si ide? Te piktura mund të themi, pak më parë, disa vite pak më parë, unë kam bërë edhe një konkurs, le të themi, në Tiranë, ku kam qenë profession designer. Kemi qenë 3 qytete dhe ne, le të themi, nuk fituam për thjesht cilë qytet nda vetë eksperiencën e vetë, po ashtu u merren shumë dhe me pjesën e animacionit, animoj figura dhe është diçka shumë e bukur. Dhe më pëlqen shumë kohë të lirë të shkruaj libra, por librat jo të shkruaj në mënyrë që vetëm me shkrim, por të animoj me anë të figurave. Me figura, diçka shumë e bukur. Pa harruar edhe shkollën, sepse ti je një maturant që edhe shkolla do përkushtimin dhe kohën e saj. Është e vështirë pjesa, ti je maturant? Është pak e vështirë, dhe tani presim dhe përvimet dhe jemi gjithë me stres, po. Por që të shkojnë shumë mirë. Inshallah. Janë mësuesit mbështetës për pjesën që ti pak i përqendruar edhe te piktura dhe ato e shohin? Mësuesit janë shumë mbështetës, ja di shumë për faleminderit gjithëve, dhe mendoj që mbështetja këtyre dhe pak nga arritjet e mia, mendoj se do dalim dikun në fund.
Dhe du dali diçka shumë e bukur. Fation, të falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të këndshme. Faleminderit që ishte me ne në Info Plus. Shumë faleminderit dhe juve. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këtë moment në Info Plus në Star Plus Televizion. Takimi radhës së bashku nesër.